por jo decisivisht për kurte. Unë isha në një emision, në një televizion të Shqipërisë dhe ishte ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Arben Çeku, i cili e tha një mundësi të tillë, dhe siç e thash, për fat mirë nuk është. Pse e them këtë për fat mirë, që të mos ngjaj si konvertim në kurtist, sepse kjo do thotë që Kosova vazhdon të ketë hapur kanalet e komunikimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të gjithë nivelet, dhe që zoti Kurti ka mundësinë në mënyrë të drejtë për drejtë që t'i pasqyrojë, nëse mundet, ende nuk di agjendat e tij, pikpamjet e tij për qëndrimet e Kosovës. Natyrisht, kur unë flas për atë cila është përmasa e Kosovës në atë skenën globale, natyrisht mbaj parasysh edhe atë që Kosova sot është në prag të zgjedhjeve lokale apo vendore, dhe me gjas shumë shpejt do hyjnë zgjedhjet parakohshme parlamentare. Zakonisht politikanët një lloj si demat kur shohin zgjedhjet qartën nga bezja e kuqe, kështu që domethënë afrimi i zgjedhjeve bën që ata ta shikojnë irrealisht, për masën ndërkombëtare të shtetit tyre. Pra, mendojnë, vendosin apo peshojnë më shumë për ta interesat lokale, interesat e zgjedhjeve në komune caktuara se sa pozita ndërkombëtare e Kosovës. Por le të shpresojmë pra që zoti Kurti pas atij momenti vështirësie të jashtëzakonshme, ndoshta momenti më i vështirë në historinë moderne të Kosovës, shteti i pavarur, siç ishte njoftimi për ndërprerjen e dialogut strategjik për një kohë të pacaktuar, le të shpresojmë që do t'i thrasë arsyes. Por, zotri Nazarko, ju thatë se ai do të ketë mundësinë të adresohet mbase nëse ju kuptova mirë, por çështja është se ku, duke marrë parasysh qëndrimin që e kanë ambasadat, sidomos ajo Amerikës, po sfundi edhe ajo Gjermanisë në raport me pushtetarët aktual. Po, është e vërtet që ka një qëndrim të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, po edhe të Shtetet Bashkuara që të ndërpresin komunikimin me të, apo nëse do të kenë një komunikim të tillë do ta konsiderojnë si komunikim po themi me një kryeministër në detyrë, dhe jo me një kryeministër me fuqi të plota. Por unë dua të besoj, shpresoj, natyrisht nuk di agjendën e tij që zoti Kurti pra do të ketë mundësi që... Këtu të agjenda do doja të bëj këtë pyetje, zotri Nazarko. Cili do t'jetë niveli i takimeve, pra duke marrë parasysh këto që po bisedonim, cili do t'jetë niveli i takimeve dhe impakti që mund të kenë ato? E kam fjalën gjithmonë për takimet që mund t'i realizoj kryeministri në detyrë. Shiko, mund të them me siguri, pa pinin aty që është i fallë, jo të janë fallëtorë, që me siguri do të ketë një grup takimesh cilët janë me shtetet po themi të Afrikës, të Azisë, apo jo një ndarje punësh me presidentin Osmani, e cila gjendet tashmë në mbledhjen e OKB-s, në samitin e OKB-s që son 18 vjetorin e vet. Pra do të ketë një ndarje të punës për takimet e nivelit lartë me shtetet e Afrikës. Natyrisht Kosova ka edhe prioritet çështja e njohë dypalëshe, megjithëse unë mendoj që ky është një prioritet i gabuar. Kosova duhet të fokusohet thjesht dhe vetëm dialog, sepse është vështirë që sot Kosova të mundsojë njohje dypalëshe, vetëm nëse s'është Bexhet Pacolli, apo që me angazhimin e vet, me natyrë që edhe ekonomike të mundsojë një gjë të tillë. Pra do të ketë një agjendë që lidhet me takime dypalëshe me shtete jo të BE-s. Mund të ketë edhe takime si thash në korridoret e OKB-s mund të takosh, mund të përplasësh, madje edhe në tualete. Ndodh me krerët e shtete më të rëndësishme të botës. Unë nuk e di agjendën. Unë imagjinoj që mund të ketë takime edhe të nivelit lartë, po themi, por jo të koordinuara përpara me ta zëm me përfaqësues të NATO-s, apo të ndonjë shteti tjetër të zëm Britania e Madhe. Zoti Nazarko, si ju keni qenë shpesh pjesë e delegacioneve të ndryshme politike në kuptimin që jeni angazhuar ka herë në çështje politike, në çfarë do cilësie që mund të flasim, por cili është dallimi mes takimeve të koordinuara, unë po të pyes për ta bërë të qartë për shikuesit, sepse natyrisht që e dim pak a shumë duke qenë në këtë fushë, dhe atyre që bëhen spontanisht në korridor. Shikoni, për afërmend që
shtetet tentojnë që në brenda një kohë kaq shkurtër si që është samiti OKB-s gjatë zakonisht 5 ditë, nga afëria, nga denduria kaq e madhe e udhëheqësve të botës tentojnë që të zhvillojnë kontakte gjithfarshë. Dhe për një shtet si Kosova, le të bëhemi realist, se kjo është këshilla ime miqësore, vllazërore, se duhet të bëhemi realist. Çdo kontakt është i mirëpritur. Pra edhe ato që janë spontane. Natyrisht duhet të jemi vetëdijshëm dhe realistë për atë që sot Kosova nuk është për fat mirë, nuk është kriza më e rëndësishme e botës. Bota ka halle më të mëdha për të zgjidhur se sa që janë ato të Kosovës. Ajo që nuk është kuptuar nga kjo qeveri, por nuk është që i është bërë thirrje arsye sa tek opozita, është fakti që pritja për kohë më të mira që mund të vinë për Kosovën është një pritje e gabuar. Këtu duhet citoje, kam thënë disa herë, por nuk është keq të ta përsërisim, një bisedë, nuk e di, është reale, është e imagjinuar midis Yasser Arafatit, që ka qenë udhëheqës i organizatë Pushtimin e Palestinës dhe Rugovës diku në fillim të viteve 2000, kur ai tha, e di tha që ju luftoni për pavarësi, duhet ju jap një këshill që të mos bëni gabimet tona, pranoni marrëveshjen e parë, e dyta do jetë më e keqe. Me këtë duhet të them që pritja e paarsyeshme për kohë më të mira për